Sa e shaftot? Nga dhe dimash? Do të përveshte? Shumë të? A shu kupton? Që ka si gjyra ime preferume, bardh, që së bukur i ka është. Wow! Duke se ato lule që ka mu salon. Sa lezet, që shi. Vaj, mami, gjan. Mos ke frikë. Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Për të gjitha ju që jeni të reja, sepse keni filluar më ushtu dhe shumë faleminderit. Unë e quhem Elvira dhe kanali im quhet Vlog me Elin. E di që këto mikeshat e mia të vjetra që i ndjekin gjithmonë videot do i duket pak e bezdisshme, sepse nuk kam dëshirë ta hap gjithmonë videon po me të njëjtën hapje, domethënë po me të njëjtat fjalë, sepse është pak e mërzitshme. Por ja që duhet i respektojmë edhe miqt që na vinë të ri mikeshat. Atëherë u kthyem nga Bullgaria, diku tek sa kemi 3 ditë, 4 ditë, 3 ditë. 3 ditë kemi që jemi kthyer. Edhe siç e pat, pra edhe video që i vendosa në përvende etj, kemi ndetur 2 ditë, jemi knaq. Aty ka të shumë ndërtesa të vjetra. Dhe ajo që më pëlqen janë parqe, domethënë që ka shumë, edhe këtu në Selanik ka, po dalësh në jashtë qytetit ka jashtëzakonisht shumë. Ajo që më pëlqen është që kishte disa pishina, po ishin bujt ftohtë, që ishin në pyll. Domethënë kishte një super park të madh që çonte drejt në pyll dhe ishte fantastike. Unë s'kisha bateri, Argita s'kishte bateri, vetëm Fatmiri kishte bateri. Fatmiri ka bërja 2 foto, po aje ka bezdi, nxjerri telefonin, bëj foto. Edhe s'kishim marrë power bank, e harruam në hotel, kështu që portuam me marr, që të ktheshim dhe një herë, edhe na ngeli se unë nuk doria pa bërë video se zbën, domethënë, sidomos tek pishinat, por futëm çikëmbët se kishim ftohtë. Megjithëse temperaturat ishin të ngrohta, por uji ishte shumë i ftohtë, sepse ishte ujë që rrite nga mali, nga burimet e malit. Unë jam vesh me fustan me kurriz jashtë, me këtë fustanin e punuar, sepse këtu është shumë ngrohtë. Do dal me shoqen time, me mikeshën time, do dalim për kafe.
Edhe po pres se porosi sot, nuk e di do më vjen apo jo, po pres porosi sepse më dërguan një email që vin sot porosia që unë kam porosit kam bërë një unboxing domethënë. Edhe më vonë, shikojmë, do t'ja tregoj më vonë, sot nuk e di, do të nxjerr tapetet, i nxjerr jashtë të ajrosen, të marrin ajër, se tani drejt verës po shkojmë edhe do ketë diell, ditë me diell. Do një punë kështu sipër do bëj, por plani im është që të laj komplet dyert me Larsin me avull. E nuk e di, a doja dalë sot apo nesër apo pas nesër, sepse nesër me kismet zotit kam me takim për të bërë solar, për të nxjerr pak. Është hera e parë, do me thënë, jo hera e parë në jetën time. Kam hyrë një herë kur kam bërë kursin e parukieris në 2006, në vajza që neve na mësonte, do me thënë, te kursi, se mu loth krahu. Do me thënë, na e ka dhënë këto mundësi që t'hynim brenda në solar, dhe kam provuar vetëm atëherë një herë. Kjo është hera e dytë që do hy, mbas kaq vitesh. Do me thënë, i bie në moshën 21 vjeç. Dhe mbas kaq vitesh, unë do hy dhe njerë në solar, ma prishi mendjen shoqja ime, do ikim, sepse ajo është shumë e bardhë, bore bardhë është, edhe kishe mbet shumë e kënaqur vitin e kaluar që kishe shku, akoma i kishe mbet pak ngjyra që nga viti i kaluar, se është shumë e bardhë, dhe thash ta provoj dhe unë një herë, duke qenë që unë kam marrë informacion që mund t'jenë kanceroze për lëkurën, po duke qenë që tani nuk është si më përpara, sepse ka përparu dhe fusha e bukurisë, edhe këto gocat që do na bëjnë, do me thënë, solarin, na kanë informuar kështu që nuk është që është kanceroze, do me thënë, tek aparaturat më të reja që kanë marrë këto vajza, dhe do të shkojmë nesër diku nga dreka. Dhe morëm kafe në Filinave. Si kemi bakëzuar me? Po s'ka gjë, me mos iqë se të shplera tot. Po nësë na kanë ban tabull këtu. Bakëzuar me kafe? Morëm kafe, do ikim te solari tash. Do ju tregoj porosin që më ka ardhur, pra porosin e radhës nga interneti, këtu s'junet Argitës se e ka hap Argita, edhe do ju tregoj, do me thënë, dy gjëra që më kanë ardhur, po do të tregoj edhe kam një palë sandale këtu që i kam porosit nga Bershka dhe më kishin ardhur se nuk po gjeja numër, edhe më pëlqyen shumë se ishin të bardha, edhe i kemi heqë, do me thënë, nga paketimi dhe do ju tregoj pak. Atëherë vendosa mirë kamerën. Sandalet i pat, ishin këtu. Unë e kam këmbën, do me thënë, varet dhe nga këpuca, nga prerja e këpucës, por gjithmonë jam tek 39, 38 e gjys, 39. Nëse do kem atlete, do me thënë, këto atletet e sheshta, që e kanë me prerje para të pjesë të rumbullaket, mund të vesh edhe 40, do me thënë. Por jam tek 39, dërsa këto i ka marrë, këto më duket e kishin heqë çmimin këtu, më duket e ka fut nga brenda, po, 25,99 do me thënë sandalet. Edhe do ju tregoj qik edhe këtë. Kjo është një majo, do me thënë robe plazhi, bikini, po janë olosomo, janë bashk. Tani, nuk e di nëse i kanë sjell numrin tim, se ndonjëherë i sjellin të mëdhaja. Kjo është shumë e bukur për ta vesh, jo vetëm për në plazh, është kjo këtu, që doli në kohë. Do me thënë, doli në mod, jo doli në kohë, doli në mod para disa kohësh, më duket vjet apo para vjet. Edhe unë nuk e di pse, po nuk e porosita dhe nuk po gjeja një material të mirë, do me thënë. Ndërsa te kjo kompania këtu në internet, te kompania që te kjo faqja, do t'ja hapi qik se këto do t'i laj me dorë, te kjo faqja këtu, unë i kam marrë dhe tjera dhe kam bete kënaqur, do me thënë. Kjo tani këtu më shkruan large, këtu, t'ja tregu se disa duket, më shkruan large,
lë, por më duke se do m'bëj, po si mas, kur e vesh, tani me sa më thanë gocat që kam komuniku në internet, është diku tek medium, nuk është e plot largë, unë e shikoj tek trupi këtu, tani në qoftë se mund ta kem pak të lirë, mund edhe ta fus për brenda, do me thënë ta qep pak të rroba qipsja, do ta rregulloj pak. Këta e ka marrë 20 euro, e ka dhe pjesën e letrës që është për të mbrojtur për higjienën, këtu poshtë. Edhe ky fustani që më ka pëlqyer shumë, edhe ky, me këtë prerje, do me thënë këtu, kjo prerja që është si body, që më ka pëlqyer shumë, i shkurtër, i bardhë dhe ka dhe këtë lisën nga mbrapa. Këtë lisën nuk e di ta mbaj apo ta heq me ndohem, me që dhe vetë di shumë mirë të qep edhe të pres. Po mendohem se më duket pak si e rëndë me këtë mbrapa, dua pak më të thjeshtë. Po do shikoj nëse më shkon do ta mbaj. Këto ishin edhe këto porosit, do me thënë, unboxing online. Kështu që këto të dyja do t'i laj me dorë. E sa daleve unë gjithmonë jap një kështu me letrat lagura, do me thënë i pastroj komplet. Janë letrat e lagura Kleenex që janë për mikrobet, gjë që e bëj shpesh kur vlet, sepse mund t'i ketë përfundoj tjetër, nuk e di. Megjithëse këto në qese, këto duken që ishin të reja pa vesh fare. Po gjithsesi duke qenë që rrit paketuara, unë do t'i pastroja. Këto ishin blerjet, Qarë po gatuaj? Tani do ta se do të jetë pak djathë këtë shkavall. Me miell mistri po gatuaj. Qep të njoma, hudhra të njoma, pak piper të kuq, pak kryp, gjalp, do me thënë. Edhe u bë qulli me miell mistri, do t'jetë edhe pak thash djathë këtë shkavall të grirë, do t'jetë atë. Nuk e di që na shkoj menja, po i kthehemi sa më shumë traditës shqiptare. Di edhe pak djathin edhe u bë super e mirë, sepse kam bërë makarona me kima kam gatu, po e futa edhe këtë, thash pse jo, bëjmë dhe një kështu ta ham, kështu me bukë të thekur. Do t'i edhe pak djathin, e kam tu tek qesja, pak. Edhe që të hash, do me thënë. Është hera e dytë që e provoj këtë. Këtë qullin kështu. Ta hapim të shik kështu, edhe me bukë të thekur. Nuk më durua që ta thek bukën. Kështu që. Edhe djathi. Pa. E kam parku këtu të shtëpia, makinën, edhe i kanë rënë gjithë lulet e drizave lart, edhe mbaj një aromë shumë të mirë, pra është bërë gjithë makina lart, këtej, edhe më pëlqejnë, po, ja që nga era tani do ikin kur të nisem, sepse, do ju them, do me thënë, unë e kam vendos Chelsea-n, po makina ime ka dhe buton, që e ndes, do me thënë këtu. Atëherë, ja, në makinë. E filluam prap vlogun këtu në makinë, o zot. Në fakt në njerë më duket sikur po bëhet monotone, por ja që shumë shpesh harroj që ta hap dhe kamerën në shtëpi dhe nisem me shpejt, se më duhet çoj 2 materiale tek shtëpia. Dhe harroj, do me thënë dhe kështu që e hap këtu, kështu që na falni, po kjo është jeta ime. Kam bërë make-up thjesht. Unë e bëj make-upin e thjesht. Unë nuk përdor as filter, as botox, as hyaluronico. Do me thënë nuk kam bërë as edhe një gjë. Kjo është lukura ime, më pëlqen kështu me këto rrudhat e lehta. Më pëlqen, nuk e di, dikur po t'isha gocë beqare, ndoshta nuk do e pëlqeja, ose do thoja që bobosa rrudha. Por nuk e di pse njeriu ndryshon me kalimin e viteve, mendim. Do shkojmë te Fatmiri, do marrim me gjëra për të ngrënë, do me thënë byrek, bugaca, çfarë duan ata, bugaca quhet këtu, është një byrek i ëmbël, ka dhe të ëmbël dhe me djathtë. E ndonjë dhall, nuk e di, pije kështu të, do me thënë limonata ose pije të freskëta, portokall të shtrydhur ose smoothie. Çfarë duan, ne do t'i marrim telefon
Edhe do t'ja qoj mëngjezin. Përveç kësaj do më duhet vi të bëj drekën, kam nxjerr gjysmën e keqit. Ne kishim bler një keq për pashk, e porositi Fatmeti një shoku vet. Edhe nuk e kemi ngrënë sepse nuk ishim këtu. Megjithëse gjithmonë duhet ta dini që kur ka festa ose keqi, shigji, nell, do shoqëri, do njerëz, do nuk mund ta hash dot vetëm. Kështu që menduam që ta gatuaja për çunat që punojnë ke shtëpia. Edhe do ta gatuaj, vetëm të ta pjek në furrë. Mendova që ta bëj kështu si në hell, po do shumë orë, do shumë kohë, nuk kam kohë, do shumë orë që qëndrosh. Kështu që do ta marinoj mirë, edhe e kam nxjerrë, domethënë është i shkrirë komplet. Do ta marinoj dhe do ta vendos në furrë me letër alumini, shikoj, ose jo me letër alumini, nuk e di. Si do ta gatuaj, gjithmonë mishi i keqit unë e gatuaj me verë. Dhe shikoj se do dali këtë herë në furrë. Nisemi. E mora dhe kafen, e piva gjysmën edhe do dal tash. Sot koha e vranë të 42.7 pa po fryn erë, atëherë mora dhe një për argitën, donte edhe argita, një bugaça kështu me djath. Edhe tani çova çunave atje që hangën. E tani po ikin në shtëpi. Këtu te kon ke kuzhina, nuk ka shumë dritë sepse është shumë vranët jashtë. Sado që e kam hap dritarën e kuzhinës, ta me thënë pa xhure, ngrilën. E këtu ka me mishin gjithë që e kisha lënë të shkrihet në një qese të pastër të larë. E do ta pres, do me thënë mishin e keqit, do ta marinoj edhe do ta vendos në furrë, por do të tregoj do me thënë me zgaren e furrës. E kam lënë zgaren me letër alumini, nuk do ta vendos në tepsi sepse do goxha tepsi të madhe. Dhe e kam shumë herë më mirë në zgar. E doja t'rregoj domethënë procesin që e kam bler zgaren me letër alumini edhe do ta pjek siç është aty. Atëherë heqim këto. Mishin e kam këtu, vetëm se do ta shpoj me thik. Do ta çaj me thik, do ta marinoj. Vendos edhe një pjesë tjetër, kjo është pjesa e brinjës domethënë. E kam larë, e kam shplar mirë. Kur e kam vendosur në frigorifer, domethënë, tani kam dhënë prap një ujë, se sa do është ajo frika e keq, mos ketë në ushqime të vogël. Edhe do ta çaj domethënë me thik, kryp, nuk është se do t'i bëj në një gjë të veçantë, po marinimi vetëm me limon dhe nuk e di mbase pak fare verë këtu sipër, dhe kështu do të bëhet, do të vete një pjesë tjetër këtu, edhe do ta bëj në furrë. Vendos dhe një këtu, mbaroj. Derisa të bëhet mishi i keqit, do laj pak dyert me avullore. Mund t'i shkoj edhe tapeti poshtë, sepse sot të shkoha mishi dhe nuk i nxjerr dot jashtë. Harrova t'ju thuaj që tek avullorja brenda kam hedhë edhe uthull të bardhë, sepse e mban edhe pastër nga kriprat e ujit. Megjithëse unë e mbush me ujin e filtrit që kam, por prapë domethënë nga brenda nuk dihet si mund të lahet dhe vetëm me uthull lahet. Kështu që edhe uthulla pastron shumë mirë dhe dezinfekton shtëpinë, edhe jemi duke parë edhe mash, kemi vendosur tek masha edhe ariu.
mbarova, ja me peshqir, mbarova, i fshiva dhe njerë sepse i kanë atë ujë që ngele, do me thënë avulli, edhe nuk dua që të prishet dera, edhe Adriana që po luna aty. U lodha, ja ku i kam këtu, i kam bledh me disa qese, disa gjëra, sepse kam me pjata plastike të gjitha. Tepsinë kam fut në bagazh që të rrihen ngrohtë dhe unë po e bëj mbylljen sepse kam shumë punë. Do të shihemi në next video, në videon tjetër. Bye bye, mirupafshim.